dyta është çdo hap drejt tij sjell lirinë e vërtetë. Sepse vargu 17 thotë kështu, Zoti është frymë, edhe aty ku është fryma e Zotit, atje është liria. Është shumë vargu i bukur, po si interpretohet? Kur zgjedh Krishtin, kupton që ai ka kufi të shëndetshëm për ty. Ka një zonë që është me kufi të shëndetshëm për jetën e secili prej nesh. Edhe ajo zonë është kur ti je pjesë e mbretërisë së Perëndis, kur ti je njeh edhe e pranon Krishtin si mbret, edhe ti merr çfarë thot ai edhe e bën, sepse e di duke qëndruar në këtë zonë brenda kufive të Perëndis, është qef. Është qef edhe i sjell kënaqësi atij, edhe këtu ekziston liria e vërtetë. Sepse aty ku është Zoti, çfarë është aty? Aty është liria. Aty është liria. Por njerëzit e kuptojnë ndryshe lirinë. Ja ta them paktën dy koncepte si e kuptojnë njerëzit ndryshe lirinë. E para mendojnë liri do të thotë ta jetoj jetën pa kufi, pa limite. Edhe kjo promovohet më shumë, edhe në shumë forma. I lirë do të thotë zero limite, zero kufi, edhe është duket si shumë premtuese, por nuk jep aq shumë sa premton. Ka qytete dhe vende që janë ndërtuar në bazë të kësaj mendësie. Kush e di moton e Las Vegas? Cila është moto po shkove në Las Vegas? Ajo që ndodh në Vegas, ngelet në Vegas. Harbo, bo qa dush, lëshoj elitare, mëse? S'ka për të marrë vesh njëri. Ky është qyteti i kësaj gjëje që t'jetosh pa kufi. Duket e bukur kur e dëgjon, por nuk është aq premtuese sa që tingëllon. Shpesh njerëzit thonë që me gjithmonë bëra çadesha, po a ja vleti se po paguaj pasojat akoma të asaj lirie që mendova që ishte gjë e mirë. Ose në një mas të vogël, ta përshkruajmë një mas të vogël, për shembull kur janë festat e vitit të ri. Kur janë festat e vitit të ri, mendoj që gratë e shkrin talenti, sidomos nusja ime, është unë manitem që ajo ditë gatoja aq bukur. Sepse mushet tavolina me lloj-lloj sallatorinash, se dia ekzistojnë ato lloj sallatorinash, edhe ca gatime aq fantastike, sa që unë rri pa hongër gjithë ditën. Pse? Sepse kur të vi darka, do të hyjë mbar. Edhe ashtu ndodh. Sa fillojmë ne, edhe pastaj bllokohem aq shumë, sepse jam i lirë të haj çat dush, edhe i lirë të provoj çat dush, edhe pastaj aq shumë fryhem sa që përtoj me dalë në orën 12 me pa fishek zjarrit. S'ka vënë aq shumë sa që s'lëviz dot nga vendi. Edhe shiko, duke sigur liria pa kufi sjell vetëm të mira, por në fakt premton më shumë se sa që jep. Edhe nuk përmenden fare pasojat. Prandaj është shiko, tjetra është kjo. Njerëzit mendojnë lirinë të jetoj jetën sipas kufive të mi, atëherë jam i lirë. E duke sikur kjo është në modë tash. Edhe shiko, po bisedoja me i çun që thonte, po ndaja unë gjillin atit, po i tregoja për lajmin e mirë, edhe e thonte, shiko, me thonë drejtën, po drejtën do, qa meno? A i tha, shiko, unë kam një të vërtetën time, kam kriju i gjoj vetë, edhe shiko, kam besimin tim, marr një qik tu, një qik atje, një qik, kam kriju i gjoj timen, edhe mënyrën si jetoj jetën, edhe mënyrën që a besoj, edhe kam kriju ato kufit e mi, edhe më duk sigur ato kufit që kështë kriju ishte gjë e zgjuar, po s'kishte Perëndi fare. S'kishte parimet e shkrimit, apo Perëndia s'ekziston dhe fare ato kufit e tij. Por liria e vërtet është kjo, brenda kufive të Perëndis. Sepse udhëtimi i dishepullit është për t'i ngjajt mjeshtrit. Edhe që t'i ngjaj mjeshtrit është duke menduar shiko, çfarë i pëlqen atij, sepse 3 fazat e dishepullit cilë është? Rri me të, mëson prej ti, edhe bën çfarë bëri ai, edhe ku është fryma e Perëndis, është liria dhe kjo është liria e vërtet. Sa herë që i marrin vendime çfarë? Brenda kufive të lirisë që na jep ai. Sa herë që jeton jetën e beqarit brenda kufive të Perëndis, ka liri. Sa herë që ndërton familjen në bazë të kufive të Perëndis, ka liri. Sa herë që menaxhojmë kohën të ardhurët tona në bazë të kufive të Perëndis, ka bekim, ka liri. Sa herë që fal në bazë të kufive të Perëndis, ka tjetër liri, ka tjetër çlirim. Edhe udhëtimi i dishepullit është siç duhet kur e vendos veten
nën Krishtin, që është shpëtimtari. Për këtë dytën se kemi qef, por që është dhe Zoti. Jezus faleminderit që vdiqën në kryq, të lumë vlla, faleminderit. Shpëtimtari. Kurse ti thuash, Jezus ti je Zoti im, do të thotë, ti je zotëria im, ti je mjeshtri im, edhe unë e vendos veten time nën ty, në për të sjellë kënaqësi ty, edhe ky është, edhe këtu e zbulon atë që Perëndia ka jashtëmase më shumë, duke e vendos veten nën autoritetin e Krishtit, edhe është aty ka liri, ka çlirim, duke sigur mos ta venos, po duke sigur jam i cunguar, sigur jam i bllokuar, jo. Ku është fryma e Zotit? Ka liri, ka çlirim.